vend të Ardian Gjinit zëvendësohet me Bek Berishën, ndërsa në vend të Daud Haradinaj kemi Burim Ramadani. Certifikohet rezultati i zgjedhjeve të parakohshme. Kam pranuar 2 emaila nga 2 kandidat nga radhët e Partisë Politike Aleanca. Kemi nga kandidati Ardian Gjini dhe Daud Haradinaj, të cilët kanë deklaruar se tërhiqen nga pranimi i mandatit të deputetit. Andaj, me këtë rezultatet nga shpallja që kanë ndryshim vetëm tek subjekti politik Aleanca, megjithatë do t'i lexojmë vetëm për rezultatet vetëm për subjekte politike dhe për kandidatët të cilët kanë pranuar mandatin nga subjekti politik Aleanca. Lëvizja vetë vendosje me 53 ulse me 47.13%, Partia Demokratike e Kosovës me 22 ulse me 19.24%, Lidhja Demokratike e Kosovës me 18 ulse me 16.69%, Srpska Lista me 9 ulse 5.20%, Aleanca për Armërinë e Kosovës me 7 ulse me 6.74%, Kosova Demokratik Turk Partisi 2 ulse me 0.70%, za Slobodu Pravdu i Opstanak 1 ulse me 0.67%, Koalicija Vakat 1 ulse me 0.28%, Iniciativa e Re Demokratike 1 ulse me 0.23%, Nova Demokratska Stranka 1 ulse me 0.33%, Socijaldemokratska Unija 1 ulse 0.33%, PSA 1 ulse me 0.32%, Partia Liberale Egjiptiane 1 ulse me 0.27%, Jedinstvena Goranska Partija 1 ulse me 0.20% dhe Partia Rome e Bashkuar e Kosovës 1 ulse me 0.11%. Ndërsa tek radhët e Aleancës kemi ndryshim në renditje, ku në vend të Ardian Gjinit zëvendësohet me Bek Berishën, ndërsa në vend të Daud Haradinaj kemi Burim Ramadani. Nëse nuk ka nevojë me lexu, rezultati është i njëjtë sikur në shpallje, nuk ka ndonjë ndryshim tjetër. Kush është për? 9 vota për, certifikohet rezultati i zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës Kosovës të datës 7 qershor 2026.